Një situatë shqetësuese që hedh hije mbi mënyrën e zbatimit të masave të sigurimit nga institucionet ligjzbatuese vjen nga qyteti i Elbasanit. Situata denoncohet nga prindrit e Klajdit Sadikut, një të riut nga gjinëri e Elbasanit, i arrestuar pas një konflikti me një bashkëmoshatar të tij. Sipas tyre ndaj Klajdit Sadikut ishte caktuar masa e sigurimit e arrest në shtëpi nga gjykata e shkallës së parë, ndërsa ligjërisht policia e shtetit kishte detyrimin ta shoqëronte atë në çdo seancë gjyqësore si organ përgjegjës për ekzekutimin e kësaj mase. Por prindrit e të riut deklarojnë se në 10 seanca gjyqësore radhazi, Sadiku nuk është shoqëruar asnjëherë nga banesa e tij në Gjinër, drejt gjykatës nga policia e shtetit. Shkak për këtë është bërë distanca e largët e vendbanimit dhe mungesa e mjeteve policore, çka ka sjellë një praktikë të paprecedent. Sipas nënës së të pandehurit Etleva Sadiku, i riu paraqitej vetë në Elbasan, ndërsa shoqërohej nga policia vetëm pasi mborrinte në ambientet e gjykatës. Jam mamaja e Klajdit Sadikut, nga fshati Gjinër Elbasan. Djalin e kam pas arrest shtëpie. Edhe çdo seancë gjyqësore, djali nuk vinte policia e shtetit ta merrte. Hajde se kemi gjyqin sot. Një dy javë djali do vinte këtu. Ne si prindër detyroheshim të vinin të dy ta sillnin djalin. Por ne kemi terren e vështirë atje në shtëpi, gjyqësoren kanë në rrugë larg, të dalin të presin furgonin ose taksin e rastit. Atë ditë ka para ai zotëria që është zënë me djalin, u takun ballë për ballë në gjyqin gjykat, edhe ai kundërshtoi ta ky dhe ka dalë ta qy herë. Se të dalë herë do të vinte në orën 2:30. Mirë, po unë jam Gjinër, jam fshat, po e ka punë atë. Të vinë 2:30 këtu, pa dalë atje. Edhe pse ka hyrë lokal, po do vi të pres furgonin, unë ka qenë djali me mua. Unë dua të drejtën e shtetit. Asnjëherë se kanë marrë djalin policia e shtetit vita shoqëroi atje në Gjinër fshat. Asnjëherë ka djali qymi 25 korrik që e kemi prur vet. Ditën e njëjtë që e fundit e morën djalin, erdhan gjyq këtu, na këtu në shtëpi. Vetëm kur vjen policia ma marrin çunit duke qaj për krau. Unë qaj, çuni qaj, çka ka batësh djali. Pa arritur na morën. Gjithçka ndryshoi në seancën e fundit. Në momentin e paraqitjes në seancë, pala e dëmtuar ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurimit nga arrest në shtëpi në arrest me burg, duke pretenduar se i pandehuri kishte shkelur vendimin e gjykatës. Aktualisht i pandehuri është dërguar në ambientet e paraburgimit, ndërsa prindrit e tij e cilësojnë të padrejtë vendimin, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Mi marrë atij që nuk kam mësuar kushti. S'po kërkoj asnjë aplik, asnjë gjë. Unë duk vetëm më biri djalin siç ka qenë shtëpi ta kryej dënimin siç e ka pas, nëse djali ka bërë gabim ne ta kryej ashtu si e meritoi në shtëpi arrest. Jo, s'kam. Kjo e drejtë, nëse më takon mua, po nëse s'takon, djali vazhdoi punë. Kurse edhe shumë bullizim nga ai person. Është një union me familje egjiptiane, njeriu në qafë nuk i bie, ai më ka rënë në qafë nuk është di sa herë. Në qoftë se ai duhet të jetë sot në vend të djalit tim në burg. Ndërkohë drama në familjen Sadiku thellohet edhe më. Para një viti e gjysmë familja humbi djalin tjetër vetëm 28 vjeç, ndërsa sot luten për lirimin e Klajdit.